Për shembull, ka njerëz që më lypin këngë patriotike, më ka ardhur në midis nejes, këtë nit, këtu më tha Destan Begun. A din edhe po më çet parë, thash, o jaran hestët. Thash, kjo nuk o dors. Apo thon, as nuk e ke me feju vllavin ti këtu. Apo thon, thash, moj parët nuk më taknu Destan Begun se ka rini këtu atë që doj me ngu se na zakonisht fokusohemi në repertoar më shumë shqip të mramëve. Dhe fillojmë domethënë prej zhandrit të rock, TNT, Biondina, bla bla, më thash atë. Edhe te dikur normalisht shkojmë të edhez atmosferën, të bua atmosferë. Edhe ajer tha Destan Begun, tha këna thash, ik më burë dhe Destan Begu këtu, s'është veni Destan Begut. E kështu. E në përdasma, apo ki shumë kështu dasma, atë ka rana i vend ku, për shembull e kun i ftun për me kënu me na i dasëm, ama të ka anullu ose na i rasti tjilë. Po, normalisht ka, zakonisht pa më ndodhë, dhe i qëta është për që 2025 që shërë zoti s'ka ndodhë asë një, po zakonisht pa ndodhë një, dy, o prishët qifti, o tash ndodhin këto sene, që me bos arsyet e tyne, o ka ndo një rast vdekje shumë i afërm që dojnë me shty dasmën për vitin arshëm, nuk mundët me performu, se mojnë hesh. Qa me bo, ma keq për ta, se s'pak une një pjesë të kaparit e marra dhe ajo është në rregull, po kur ka në një rast vdekje, për shembull diçka unë i them, nëse do një javë këta edhe kaparin, jo, na veç po dojna me shty për vitin arshëm. Lloj raste dashmat janë kështu që ndodhin shumë sen.